Nuk ka bashkë as keq, po rinjas nuk janë të interesuar se rinja qasë sa dohet. E kanë largue lugën, e luga është e dobishme për organizëm, jo veçanë në të thata. Traditën e përparshme pak për cilin. Si bojnë kimet që asas bereqetit as, se mjellin, pa mjellë si shka kërë. Që shka qenë atëherë? Ka qenë, në interesua gjithë kush mu mjellë diqka me kërë, me pas qka me kërë, me pas qka me pritë. Tash ma pak për interesuhen. Ma vërën shifet rezultatis. Pse po menon që ka ndryshu që kjo? Po kanë ndryshu puna mërgimit shumë pja këthejnë shpinën. Edhe pa nevoj heq, pele punën këtu po ikë. Edhe ai që ka punë, ma shumë për lakmojnë jashtë me dalë, që kaqë. E pse po menon që po ikën, apo janë kushtet shumë të këqija këtu të na? Jo, valla nuk ka veç për kushte, po ju ka tek qashtu. Për para, se edhe atje spritet qash mirë kërkush, o mush. Qysh është respektu në atë kohë zoti i shpisë? Po varet pej shumë dekve. Pej fatit njerit, qarë fati kje. Fatën së në të ndro kërkush. Kje fat, e vëdhes mirë familjen, mirë ki me prit. Si të gutesh, së në mri kur gja. Sabër selamet, që kaqë. Sa po respektota, sa ka ndryshu traditat, sa është respektu zoti i shpisë në atë kohë në krahasim me tash? Po. Shumë e vërtet, kjo është ndryshimet mëdha kanë banë, mirë po prapë ka një lloj respekti të trit, atë se kur ti nis disa pleq për shembull, thojnë nuk ka respekt. Jo. Respekti varet pi pleqve, kur i respekton pse është i ri, këta munohen mos përpara me gishta kanë punu, ullu këto, ato, si në lloj dhune kanë banë. E tash kur është plaku i mirë, se vetë jam plak, kur ti jem plaku i mirë, ata edhe fëmija, edhe nipat e mbesat, kejtë e respektojnë shkaku që ai i respekton. Që aty është, ka qenë nivel, atër ka pas respekt. Tash thojnë, nuk ka respekt, po ka boll. Ka boll respekt. Shifet në për autobuza, për shembull, afrohet një vjetër, me njëherë të rritë shonë, ju qoni e respektoni. E traditat sa ka ndryshuar? Traditat ka ndryshuar, për shembull, traditat sa kanë qenë ajo koha e jemi, kom rrjedha atë kohë, për shembull, jënë shkuar njerëzit me javë kanë nejt, kanë bujt në aton këton, tash ajo punë, thuj se nuk është, po tash si cili ka të interesin e vetë, jënë punë si cili, atëherë një kanë punu 10 kanë nejt, jënë marrë veç me baktia, me drua, qëtu, e tash si cili punon, nuk bon me zonë për të madhe, se kur vjen pi punës, mi ardhë të musafiri moshtrien, nuk është edhe letë për të rritë. Kështu që pajtonan me këtë gjeneratën e ju vjeni shumë të respektume dhe të qëllëshume. E të gjenerata e re, sa po ndikojnë edhe rrjetet sociale? Qëndrimi veç në telefon, nësë më pas interes me qkute të ta Po, për me. pedibre, po, nuk janë krejt. Shumica jeni të shkollum, veç kusht ka dash, se ka mund si cili me kry një shkollë. Se në kushtet qasisoj, për shamullorën, të shtetit top privat një shkollë ka mujt me kry, si ta kryin pak shkollë njerju, është edhe ma i kulturume, ma i respektume, kështu që disa jesë, nuk ka, malë pa u kështë thojnë.
A di njerësin do për shambull të lasë dhrumë, jënë telefona, jo kështu, amo pakicë është aja. Shumica jeni të mirë. Ty personalisht, mas e ke përjetuar atë kohë, çka të mungon mas shumë? Sen së mungon, për zotin. Atëherë ka qenë koha që ashtu, ju kemi përshtatë. Tash kjo koha edhe ma mirë ju kumë përshtatë. Me tonat mirat, del në penzion, e merë penzionin tonë, pash mundësi me ndimu mirë, që s'ka të ndimojnë, kështu që çdo sjellje për mua është pozitive. Edhe çdo send është shumë rregull. Ju përshëndes, shëndet. Përshëndetje, unë e quajmë Imer Haziri nga fshati Keçekull. Koha e kalume me njerëz të vjetër ka qenë shumë më mirë. U respektuj zoti i shtëpisë, unë po flas për familjen time. Babgjyshi jonë çdo mbrëmje ai ka dhënë detyra të shpejtë që kena me punu nesër. Kemi konë 75 antarë të familjes një shtëpi, krejt ai na ka menaxhuar edhe u shku domosdoshmë çdo sen ku konë marrë rregull se sot. Sot çdo sen s'është shku në rregull, kur gjofi. Tu pari nia se respekto kur kanë, djetër se respektohen. Gjendja në qytet katastrofë, mu që mas shumë të që kam brengës, këtu është beturinat. Jetojnë në Keçekull, ka shko rrugës për Keçekull, 2 shlipera e mush bërlëg. A ka kryetar komuna, a ka kryeministar, a ka dikush që i shek të sen. Në mund puna me modhe që e më brengës. Jeta rinjat në i po ikun, pëse qysh me jetu këtë? Njes për ndërgjetë shumë. Traditat e konë, po me në tashtë atëhere. Me atëherë dhe tash, sa ka ndryshu cilat me nëni që jenë majtë? Ka ndryshu çdo sen, qysh ka qenë për para sështë. Së respektohet i vjetër, së respektohet kërkush, as mësuesi në shkollë, në zonë, si asë. Çdo sen ka ndryshu 80%. Kur gjithë është në rregull, qysh ka qenë për para. Unë kom qenë në zonë, s'po mësuesi kur hin klasë ti, po do të me nejtë, veç po të pyeta, s'ke guxu me fol. Tash me shku me këqyri kom do nipa në shkollë, shkon, ma shumë flasin të mia se mësuesja. Pse po menon që ka ardhur? Po s'ka këtë inteligjenca, telefonat i kam prish sheninin. Që për shembull nipi jam, ka 2-3 motor, 10 orë vend me mësue, ai në telefon rën. Telefon çdo sen, shohin senet këqija, shohin. Është për mua s'është mirë kështu. Apo na tregon në çfarë mënyrë atëherë në atë kohë është respektu zoti i shtëpisë? U respektu se ka pas një farë rregull nga karakteri njerit, u konë, për shembull unë si fëmijë në atë kohë, babgjyshi jam ka nejt nod, kam kryes që unë më shkuj kom bojës, me të orë mësafirë, u respektue, çdo sen u shku ma mirë se sot. Sot as ka mësafir, as djekosh, as mik, as shmik, as shko kunas, të mund çdo sen, veç të poshtë për shkon. Apo ndodh kjo edhe për shkak që po janë njerëz në për punë, s'po gjejnë kohë, apo ka hup interesimi? Jo për interesimi, se do kush as mikun, as shoqin, as ato, na përpara unë më konë, kum punu në Keçekull si teknike veterinës, unë e kum prit deri, orë autobusi mram, apo ka ven, apo shkojnë njerëzit mësusat për qytet, e kum marrë 5, 6, 10, e kum qunë familje, musafir, ish pa e pyet prind. Edhe kena në derin me nxes, kena lujt, çdo lloj lojna që i në lujt të njerë, edhe konë një harë respekti, një harë tashtjo. U përshëndes. Po tjetë të karo me përjetuat, sa ka ndryshu që kjo? Që nota me ditë. Pse po menon që ka ardhur që ndryshim? Pse të në herë theshin drejtë që është ngatë, ta shuhimre në shpe. A peshet që as me vlla, as me motër, as me kërkon, që në peqoj mirë. E diçka ka, je për natyrat, diçka u bo. Apo ndikojnë qëto dhe telefonat, rrjetet sociale? Rrjetet, televizori po ndikojnë, se le më tjerat. A i falë kesh për ty, ti falë për mua, falë për ata. Këto janë, me pas bon në shekull në 15, u konë marrë jetë në kohë sotit. Kush për konin s'flet mirë. Nuk flet mirë. Qka u bo këtu? Edhe ju gazetarët, edhe ju për i rritni të gjona, tepër. Nashta, po krejt njësoj, s'ki qare se ti punë e ki. Qysh po menon? Po, shumë po rriten gjonat. Po rriten. Nuk s'po e thëmë, jo, po shta matë vjetës.
Ka po ai qa bon ai, shaj, kurtin shaj, vjosin shaj, në kohë sotit nuk ban. Që pjesa nuk ban. A ndodh që kjo largimi edhe mes familjarëve për shkak edhe të puna, apo ka up interesime? Ka up interesimi se që tash të gjdo një i gjonë punë me desht. Peqen me të jo s'ka punë. Kur shpes vje me të veta apo dënë me punu. S'ka ndodhë korë. Shkon e dy punën, shkon e dy pëshëshnin që duhet. Rrenë me njerës që mësën të qka për ti. Shkojnë me shkëshyrë që apo thëtë. Më tha, këtë tha, zotin arrujtë. Zotin arrujtë. Në atë ko ma herë, Në atë ko kom shumë ma mirë. Zotin e shpisë? Por zotin shpisë u konë, zetë edhe që u konë analfabet, s'ka ditë shkrim as në zemë. Po aja u ka caktu në mramje, po unën se cede të këto, në mramje i nërë kanë hangër darë, kanë përshu. Zotin më thonë o zëtë tërnoj 500 vjetë. Sa të s'më një botë dhe bashkë. Me prindë se qa mirë, që ty të thëtë më zdinë këtë kohë, ty thunë e dola. Shkove ti. S'ka respekt, s'ka dashni, s'ka. Ka lujt puna. Qërë mesazhi kështë pas për të rritë? A i të rritë, apet ju ma të mesëm i nëse na. Më thonë drejtën se ne, kur në hajnë në të ju së foli kur mo, ati bepish ma nesër, mas nesër, thumë më falë se ku më gabu. Nas dim me thonë më falë. Nas dim me thonë më falë. Vesh ta marri, në të zdu më të folë. Atë kom motër, atë kom vla, atë kom familje. U hi në të kesh, zotin arrujtë. S'ka përse kalë. Për atë mentalitet viteve të kaluara ka qenë një kodë. Që femra ka qenë femër, e burri ka qenë burr. Ose femra ka qenë grua, e burri ka qenë burr. Kurse në këtë kohë, ka lëvizje të ndryshme, për shkakun tim është më mirë se gratë kanë fitu liri, përgjithësi femrat, por pak është e tepruar. Edhe pse është e tepruar, se vetë po njifen, vetë po martohen, vetë po dahen. Jo është, anglisht me thonë divorce, po shqip ndarje. Edhe kjo kam na kushtu neve shumë shtrejt, se jemi popull i vogël, nuk ka lindje, s'ka natalitet, s'ka rritje të popullsisë, për që ta po thomë që nuk është bash trend i mirë kjo se që po veprojnë të rritë të rejat. Njeri, a i liqë ka metë natëror të quajmë që martesa duhet me egzistu. Edhe një gjatë gjithë për përgjishë. Në femra që nuk martohet nuk ka vlerë, asë në shtëpi, lemo në shoqëri, edhe për mashtë në vene njëjtë. E martesa është mi gjitha, doktor, shkence, bohu, qëka dush, nuk je martuar, s'ka rritë kur gjë njëtë. E ki një jetë të brishtë. E që ato me keqarve, po thomë, po vjen mirë që janë emancipu, janë shkollu, din gjutuja, edhe kalojnë mirë, por janë padurushme. Padurushme, ndaj burrit janë shumë padurushme. E do të me pas durimin, me durim e mund krejt, se nuk është jeta bardhë dhe ze, po është kolorit, edhe ato duhet pak me mujt vetë vetën. Me duru vetë vetën, mos më thonë që për një fjallë, hajde po shkojmë po diversohëm, ose nuk flasim. Kjo është gabim i madh. E përpara ka qenë ai kodi, që me të vërtet, kanë vujt ndoshta femrat. Veç mos mendoni që edhe kanë vujt si kon kohën e sot. A din që sot vujt ma shumë, e kanë lirin po vujt ma shumë. E kjo i shtyn ato ndarjet, i shtyn keq kuptimet, shumë për fjallë krejt vogla ndahen. Dhe është ma e keqja është që polojnë edhe fëmijë qëtë. E fëmijë pa prind është merë më rritë. Qëtë. Edhe për ju gazetartë, kush është kjo emision? Kosova e po. Sheqoni i lutem. Keni bërë kujdes, jeni gazetarë, se në kam punu në televizion Prishtinës. Po kemi pasën shumë kujdes, kërë kemi përgadit djetarin, kur kemi pas kanë me qitë për para, mas pari shkon aktiviteti presidentit, kryeministrit, e jo Klan Kosova e qëtë u vrajten. Klan Kosova të parin lajme u vrajten ato u vrajten këtu. Edhe një gjë, nuk po di sa kemi mësu, sa kemi
Veç nuk thuhet bre lufta në Gaza, po lufta në Gazë me e pazan, po. Nuk thuhet bre Sarajevo, po Sarajevo. Duhet me cek ato, se ne kemë shkronjën më të mirën, me 2 pika që na i zavendëson të gjitha dopsit që si kanë popujt tjerë, ne kemë këtë shkronjë. Edhe duhet me ditë ku me vendosë. Edhe për Mitrovicë. Mitrovica është një qytet që lutem. Nuk është Mitrovica veriore, as nuk është Mitrovica jugore. Po Mitrovica është veri Mitrovicës dhe jugu Mitrovicës. Faleminderit. Hajde.